organizat. Faleminderit shumë Jona. Jam koordinatore e projekteve në organizatën Germen, ku ne si organizatë qëllimin kryesor e kemi që të fuqizojmë dhe të bashkojmë shqiptarët anë mban botës me vendlindjen e tyre, duke shfrytzuar burimet tona për të mbështetur demokratizmin dhe zhvillimin e vendeve tona të lindjes. Njëkohësisht në këtë takim këtë takim është duke organizuar në bashkëpunim me Bliss. Edhe sot në takim ne kemi Jona Dodën, e cila është bashkëthemeluese dhe CEO e Bliss, ku Jona me ne do të ndajë mundësi që ofron platforma e Bliss për shëndetin mendor të diasporës dhe rëndësinë e kujdesit për mirëqenien emocionale. Atëherë Jona, fjalat e te. Po, një sekundë. Shumë faleminderit Era, jam shumë e lumtur që po e mbajmë këtë webinar bashk për një temë që prek shumë shqiptar kudo që ndodhen në botë. Do doja ta nisja duke ndarë. Na më fal, a e shef prezantimin? Po, e shoh. Okej, sepse unë kam një problem këtu. Okej, vazhdo. Okej, vazhdo. Okej. Si të përthet, doja të ndaja pak nga historia ime, si shqiptare që kam jetuar jashtë në Britaninë e Madhe, pas shumë vitesh në botën e startupeve teknologjike në Londër, ku çdo ditë ishte një garë me kohën dhe me veten. Pata dhe unë disa, le të themi, sfida dhe vështirësi emocionale, përfshirë edhe burnout prej gjithë atij presioni që mbartja me veten time. Kur vendosa të kërkoja ndihmë, u përballa me një sfidë të papritur. Nuk gjeja dot një psikolog që kuptonte kontekstin tim kulturor. Dhe mund të duket pak e çuditshme sepse unë në Angli kam vajtur në moshën 16 vjeç, por ka diçka shumë intime në të folurit e gjuhës tënde literalisht dhe metaforikisht kur bëhet fjalë për shëndetin mendor. Ka nuanca, shprehje dhe kontekste kulturore që thjesht humbasin nëse flet me një person jo nga kultura jote. Dhe ishte pikërisht kjo ajo që më shtyu të krijoja Bliss, e cila është platforma e parë e terapisë online për shqiptarët kudo që ndodhen në botë. Në Bliss ne bëjmë të mundur lidhjen midis psikologëve shqifolës nga Shqipëria, Kosova dhe diaspora me shqiptarë kudo që ndodhen në botë nëpërmjet seancave të terapisë me video, audio dhe chat. Kemi një rrjet të gjerë prej më shumë se 25 psikologësh të shtrirë në shtete të ndryshme, numër i cili rritet dita ditës, dhe jam shumë e lumtur t'ju prezantoj sot me një nga psikologët tona shqiptare në Bliss, e cila jeton në Itali dhe do ndaj me ju këshilla që besoj do jenë goxha të vlefshme. Kështu që Bora, radha tek ti. Faleminderit, përshëndetje gjithëve. Pata një moment kështu se miku, prezantimi një moment që një moment mini paniku, por që besoj që ju nuk keni parë asgjë, me sa kuptova çdo gjë ishte okay. Përshëndetje. Pikë së pari, faleminderit shumë që keni vendosur të merrni pjesë në këtë webinar. Me disa prej jush njihem po shoh. Kam kolege dhe ish shok dhe shoqe klase në bachelor, mbaj mend. Unë quhem Bora Skreli, siç e tha dhe Jona, kam mbaruar për psikologji klinike në Shqipëri. Gjatë kohës isha në Shqipëri, fillova dhe praktikën pse psikoterapisë dhe psikologës klinike në supervizion gjithmonë dhe kam rreth 4 vite, ndoshta edhe më shumë se 4 vite, eksperiencë në këshillim dhe psikoterapi me të rinj. Aktualisht ndodhem në Itali, studioj master për psikologji, zhvillimi dhe edukimi në Universitetin e Padova, sepse jam shumë e interesuar mbi çështjet e zhvillimit të fëmijëve që ne pastaj çështjet e zhvillimit që ne na bëjnë këta që jemi sot. Fushat e mia të interesit përveç psikoterapisë janë zhvillimi dhe mirëqenia emocionale e fëmijëve dhe ndikimi i emigrimit në shëndetin mendor të familjeve dhe fëmijëve, e cila është një temë dhe një fushë e cila përshtatet, do thoja, edhe me temën e sotme. Si fillim, unë kam dashur të bëj një përkufizim të çfarë quajmë një emigrant internacional, për ta nisur prezantimin e sotëm.
Mendoj që përkufizimet janë shumë të rëndësishme për të kuptuar edhe për të qenë sa më na ndihmojnë për të kuptuar vendin në të cilën ndodhemi dhe hapësirën psikologjike në të cilën ndodhemi. Kështu kam marrë për kufizimin e Kombeve të Bashkuara si për kufizimin do thoja pak më korrekt të një emigranti internacional apo një emigranti ndërkombëtar, ku Kombet e Bashkuara e përkufizojnë emigrantin internacional si çdo individ që ka ndryshuar shtetin në të cilin jeton, pavarësisht statusit ligjor, natyrës apo motivit të zhvendosur. Dhe njëherë kjo është e rëndësishme sepse duke u quajtur ne diçka tjetër, kjo na bën pak gaslighting për vështirësitë në të cilën e kalojmë. Ne kalojmë nëpër të njëjtat vështirësi që kalojnë të gjithë personat e tjerë që largohen nga vendi i tyre. Ndoshta, sigurisht, disa me vështirësi më të mëdha, disa me vështirësi më të vogla. Megjithatë, ne këtu qëllimi i webinarit është flasim për jetimet subjektive dhe përjetimet subjektive janë përjetime për të cilat nuk vendosim dot një vizore, pra si kush i ka më të mëdha dhe kush i ka më të vogla. Arsye pse individët emigrojnë ndahen në 3 kategori të mëdha, ndoshta edhe më shumë, por gjithsesi sipas UN-it sërish janë këto 3 kategori. Njerëzit largohen për arsye ekonomike, punësimi, politike, për të bashkuar me familjarët dhe ose për studiuar. Në rastin tim ka qenë për studiuar, mendoj që të gjithë ne që jemi këtu bëjmë pjesë në të treja këto kategori. Dhe ne si popullsi, si international immigrants, përbëjmë 3.7% të popullsisë botërore. Okej. Atëre, do doja që të bënim një aktivitet të shkurtër, më pak se 1 minutë, ose diku tek 1 minutë e gjysmë. Nuk e di nëse e keni përdorur ndonjëherë mentin. Menti është mund ta hapni edhe mikrofonin nëse doni thjesht të më ktheni ndonjëherë përgjigje, se kështu është pak është okay, domethënë nëse ka ndërhyrje nga ju. Menti është një program me cilin unë bëj pyetje dhe juve më ktheni përgjigje online. Dua që t'i bëni skan këtij QR kodin, ndërkohë Jona besoj bën share në chat linkun. Okej. Sa po dërgova dhe linkun në chat për ato që mund të jenë nga telefoni, kështu që mund ta Okej. klikni direkt. Atëherë, pyetja e parë është pse ke zgjedhur të largohesh nga Shqipëria apo nga Kosova? Ndërkohë presim përgjigjet tuaja. Kjo që po shikoni këtu është një tip World Cloudy. World Cloudy do të na nxjerrë fjalët që përsëriten më shpesh dhe arsyet për dashuri. Është anonim, by the way, nuk e shohim kush jep përgjigje. Okej, 14 veta, presim e pak. Pra, shikojmë që arsyet kryesore janë, pra, fjala që është përsëritur më shpesh, studimi, po shikojmë këtu mospërshtatja, kam përshtypjen që kjo mospërshtatje duhet të jetë mospërshtatja me vendin në cilin ne kemi qenë. Bashkimi familjar dhe punësimi, këto janë 4 kategoritë më të mëdha që mund t'i ndajmë sigurisht, po, në gjetjen e mundësive më të mira, mospërshtatjen me ambientin, bashkimi familjar, punësimi. Okej, po presim edhe 30 sekonda nëse ka ndonjë tjetër që do të thotë diçka. Okej, shumë interesante. Këto janë edhe arsyet, domethënë arsyet pse ne. Këto janë arsyet që ne kemi pasur arsyet më të shpeshta pse njerëzit largohen në fakt. Po kryesisht kemi akademik në Kjo për dashuri mund ta fusim tek bashkimi familjar, besoj. Okej. Ose edhe për dashurinë për studimet, për punësimin varet. Mirë. Okej, shumë faleminderit. Vazhdojmë.
Ne kemi bërë dhe një mini sondazh, e kemi hapur në link, e kemi bërë sondazhin në LinkedIn dhe siç e shikoni, e para është arsimi dhe studimet e avancuara. Karriera e tregu punës, zhvillimi personal, probleme strukturore në Shqipëri dhe motive personale ku futeshin bashkimi familjar, dashuria, krijimi i një rrjeti të ri miq, largimi nga mospërshtatja në Shqipëri. Pa jo mospërshtatja mund të ketë disa arsye, mi do doja të dëgjoja nga ju, ndoshta pak më vonë, kur të mbarojmë prezantimin. Te karriera dhe tregu i punës bizotronte meritokracia, mungesa e meritokracisë, tu të motivet personale, shumë interesante mu duk largimi nga kultura patriarkale e Shqipërisë. Pra, siç e shohim, arsye pse ne jemi larguar nga Shqipëria, ose nga Kosova, ose nga vendi në të cilin kemi lindur janë të shumta, dhe janë nga më të ndryshmet. Pse i kushtoj rëndësi kësaj? Sepse janë pikërisht to arsye që pastaj do të përcaktojnë edhe vështirësitë që ne do kemi. Për të folur pak teorikisht, shumë shkurtimisht, kam zgjedhur 3 modele t'ua prezantoj ju. Kam vendosur ta titulloj këtë slide çfarë prisnim, çfarë gjetëm dhe si u përshtatëm, sepse ne kemi ardhur në vende të cilat secili prej nesh është me ta qëllime të caktuara. Kemi marrë me vete vlerat personale, kemi gjetur një kontekst të caktuar, kontekst që mund të jetë i ndryshëm apo i barabartë, apo i njëjtë. Dhe ndërkohë u përshtatëm, disa prej nesh ndoshta nuk janë përshtatur akoma. Autorë të ndryshëm, duke filluar që edhe më herët se ky vit, po ky është një nga modelet e para të përshtatjes kulturore në një vend tjetër, quhet W Curve Model nga Gula Horn në vitin 1963. Autori, duke bërë një studim shkencor me personat që shkonin në një vend tjetër, ndau 4 faza. Faza e muajit mjaltit, shoku kulturor, përshtatja dhe rishoku. Këtu nuk do ndalemi, duke qenë se ne jemi të gjithë, pra edhe ju që jeni këtu jeni të gjithë pjesë pra jeni në vendin tjetër, ndoshta disa prej jush mund të kenë ardhur, mund ta kenë përjetuar këtë shokun kulturor, shokimin. Gula Horn ndau fazën e muajit të mjaltit, ku ne vim në këtë vendin e ri, ja arritëm, morëm vizën, shëqyr Zotit, morëm punën, gjetëm akomodimin, etj, dhe jemi shumë të lumtur dhe arrim kënaqësia jonë, emocionet tona pozitive, emocionet tona që ne na pëlqejnë, arrin një kulm të caktuar. Më pas, duke jetuar në atë vend, ne shohim që për shembull në rastin tim, dyqanet mbyllen gjitha në orën 8. Kjo nuk është ndonjë gjë shumë e rëndë normalisht, po gradualisht ne fillojmë edhe ndjejmë presionet të caktuara, siç e kanë shkruar të personat e sondazhit ton, gjuha e re, përshtatja me gjuhë të re, burokracia, ok, mora vizën, po tani do të bëj diçka tjetër, nuk po gjej dot shoqëri e me radhë. Dhe kjo është faza që Gula Horn ka quajtur fazën e shokut kulturor. Me kalimin e kohës, ne fillojmë edhe përshtatemi, dhe fillojmë gjejmë miq, mësojmë gjuhën, nëse s'mësojmë gjuhën, gjejmë shoqërinë tonë të përbashkët që flasin anglisht apo që flasin shqip. Një pjesë prej nesh mund të jetë këtu, që nuk ka arritur dot të përshtatet. Për ata që janë këtu, kjo nuk do të thotë, për shumë prej nesh kjo merret dështim, po në fakt nuk është thjesht do ishte mirë të ishte thjesht një sinjal, alarmi, një këmban që okay, çapo ndodh. Sepse kam potencialin dhe kam burimet që ndoshta të shkoj këtu. Kështu. Për të kaluar tek një model tjetër, për çdo pyetje që mund të keni për këtë modelin, e mirpresim në fund, që mos u zgjatemi shumë në këtë pjesën teorike. Modeli tjetër që për mua është ndoshta pak më cilësor dhe më dinamik, është modeli ciklik, stres, përshtatje dhe rritje nga Yang Hin Kim, e cila në vitin 2005 tha që po janë të gjitha këto fazat, muaji mjaltit, shoku kulturor, përshtatja, por këto nuk ndodhin në fazat e caktuara, pra nuk ndodhin të ndara në kohë nga njëra tjetra, por ndodhin në të njëjtën kohë. Ne fillimisht të gjithë personat që ndryshojnë vendin e tyre të rehatisë, si mund të jetë që për ne ka qenë Shqipëria dhe Kosova, kur vjen në një vend tjetër përballen me sfida dhe stresor, të cilët na bëjnë të ndihemi të stresuar dhe të kalojmë periudha të vështira. Ndërkohë, me kalimin e kohës, pra
shtrirja në kohë, ne fillojmë edhe përshtatemi duke patur sfida të tjera që na bëjnë të kalojmë në stres, por siç e shikojmë nga grafiku me kalimin e kohës, ne largohemi nga kjo zona e stresit për të kaluar në fazën e përshtatjes. Pra fazën e përshtatjes, e cila vazhdon dhe është konstante. Jo shumë realiste, se normalisht stres e ka, por gjithsesi individët kanë potencialin, shumë prej nesh kanë potencialin për të kaluar tek faza e rritjes. Ndërkohë, të ngecurit këtu edhe një herë nuk është dështim, por është një këmbanal, është një sinjal që duhet na bëjnë të mendojmë, ok, çfarë po ndodh? Cilat ishin pritshmëritë e mia, çfarë gjeta dhe u përshtata. Nëse mund të përshtatem, ok, nëse jo, çfarë duhet bëj për këtë? Ok. Procesi i akulturimit besoj kemi qenë të gjithë ndryshime në sistemin e vlerave kulturore. Pra, ne vim me bagazh, me një bagazh me ca gjëra kulturore tona nga Shqipëria, po jo vetëm shqiptare, po dhe familjare, edhe shoqërore. Dhe kur ne vendosemi në kontakt me persona të tjerë, pra me një kulturë tjetër, atëherë do ketë një tronditje ose ndryshim në këtë sistemin e vlerave sepse do të na duhet të përshtatemi. Pra, me këtë vendin e ri në cilin ndodhemi. Dhe këto ndryshime ndikojnë shumë në mirëqenien psikologjike dhe funksionimin social të individit. Në këtë proces, Berry, që është një autor antropolog, tha që në momentin që ne shkojmë në një vend tjetër, duke qenë se procesi i përshtatjes është një proces i cili shkakton stres, ky stresi duhet të zgjidhet në një mënyrë të caktuar dhe shumë prej nesh integrohen në shoqëri, por ndërkohë mbajnë edhe vlerat e tyre personale, familjare, shqiptare, nga stresi ose nga mosha, edhe nga mosha në cilën ne shkojmë, mund të asimilohemi totalisht me kulturën tjetër. Pra, për shembull kushërinjtë e mi që kanë vajtur në Greqi që 2 vjeç, nuk dinë të flasin shqip fare. Këto janë dhe çështje të tjera, po gjithsesi, kjo është ajo që ne quajmë asimilim. Pra, ata asimilohen totalisht me kulturën tjetër. Ndërkohë, ndarja dhe marginalizimi janë dy, si me thënë, qëndrime apo zgjidhje që ne gjejmë për të menaxhuar këtë stresin, duke mos pranuar asnjërin kulturë dhe asnjë tjetër. Padre kësaj do aplikoj dhe telefonin nga zhyra. Dikush duhet të mbylli mikrofonin. Po e rregullova, Bora. Ok. Në rregull, atëherë kjo ishte perspektiva tjetër teorike, megjithatë këtu për çdo pyetje që ju do keni për këto mund t'i thoni në fund dhe ne me shumë dëshirë ndajmë slajdet edhe informacione të tjera që ju mund të doni në lidhje me këtë material. Ok. Çfarë presionesh kemi? Unë këtu do flas gjithmonë në mënyrë teorike, pra teorike në kuptimin çfarë thot literatura. Presionet janë të shumta. Ne kemi bërë gjithashtu pra te sondazhet që kemi bërë, kemi futur edhe presion, një pyetje mbi presionet do t'ju tregoj se cilat pra kanë thënë ata cilat kanë thënë personat që kanë marrë pjesë në sondazh, çfarë presionesh kanë ndier. Kam dashur të prezantoj në këtë webinar Imposter Phenomenon sepse shumë prej nesh e përjetojnë. Suksesi, sidomos personat e suksesshëm. Imposter Phenomenon është një farë fenomeni, sindromi, besoj shumë prej jush e keni dëgjuar, që është i pranishëm kryesisht tek personat që kanë shumë sukses, ose tek high achievers, unë do thosha tek overachievers, megjithatë ky është një qëndrim tjetër. Imposter phenomenon na bën që ne të mendojmë, pra shoqërohet në mendime të tilla si unë nuk jam mirëmjaftueshëm, pse më pranua në shkollë, pse e mora unë këtë punë, duke qenë se unë duhet të punoj shumë për të arritur gjërat të cilat i kam marrë, atëherë unë nuk jam e mirëmjaftueshëm. Presionet të tjera janë pritshmëritë e prindërve apo komunitetit, siç shihet nga sondazhi, po edhe nga literatura. Shumë prej nesh financojnë nga prindrit, kështu që unë duhet ja dal këtu në mënyrë që të
se me thënë, ta justifikoj investimin financiar, apo dhe investimin emocional, apo pritshmëritë që familja apo komuniteti im ka për mua. Një aspekt tjetër shumë interesant është ndoshta ju jeni përballur me këtë, është vlerësimi i vështirësive nga të tjerë. Do të thotë që nëse unë vi si studente po them, po marr Italinë me që jam unë, në Itali ishte një periudhë që isha pak e ngarkuar dhe po flisja me një shoqe dhe i them, mirë, pas jam shumë mirë atje. Dhe ajo që më thot direkte, po çka ke atje në Itali, shko ha një picë, dil, shiko vendet e bukura, pi një aperol dhe ideja është që ky lloj ngushëllimi, sado që të vi me dëshirën e mirë, prap e para e vlerëson gjithë procesin tim të shokut kulturor, do thosha unë, dhe stresit. E dyta, më krijon, më shkakton mua, apo ne, na shkakton presionin që, okay, me që unë bëra këtë, atëherë unë s'do të ankojmë për asnjë gjë tjetër, se me që i përmbusha këtë pritshmëri, me që e mora këtë gjë, atëherë unë duhet ta mbyll gojen dhe të kënaqem, të pija perol dhe të shikoj natyrën se është shumë e bukur. Pavarësisht se çfarë sfidash apo çfarë problemesh kam unë. Të gjitha këto shkaktojnë vështirësi në shëndetin mendor, prandaj janë të rëndësishme për tu përmendur. Vështirësi në shëndetin mendor, sepse integrimi në një shoqëri të re, gjuhë tjetër, nga ana kognitive mendore, kërkon shumë energji. Edhe fakti që unë duhet të bëj switch mes anglishtes, gjermanishtes, shqipes, mund të duket si një gjë totalisht sipërfaqësore, por ka presionin e vet, pra ka peshën e vet. Nga ana tjetër, ne duam të krijojmë shoqëri të reja, po duhet mbajmë dhe marrëdhëniet në vendet tona. Nga ana tjetër, nga njëra anë duhet të integrohemi në punë, por për personat që janë bashkuar me familjarët e tyre, duhet të rritem me familjen time, duhet integrohem me Gjermaninë, pra me komunitetin në Gjermani, por duhet të rritem me shqiptarët të cilët më kanë ndihmuar që të gjej punë apo shtëpi. Okej? Çfarë presionesh keni ndjer ju? Tani ne do bëjmë të njëjtën gjë, nëse ju jeni dakord me atë që bëm që parë, për të gjithë ju që erdhët tani, se pash që kisha ca persona që erdhen tani, kemi bërë një prezantim të shkurtër teorik të vështirësive që ne ndjejmë kur shkojmë në një vend të ri, procesin e përshtatjes, procesin e shokut kulturor e të tjerë. Menti është një program i cili na lejon që të kthejmë ca përgjigje në mënyrë anonime dhe ta bëjmë pak sa më interesante. Më gjithë përfshirës dhe t'i prekim të gjitha pikat. Po do me thonë, a dhe vetëm për mi shtu pak... Patjetër shumë faleminderit, të bisede, dhe me thonë që kjo është një prezentim shumë i mirë, po sa mirë që mundet mu zgjenu edhe në tjera dimension. Patjetër. Po ndërkohë do doja që çfarë do lloj feedbacku, në mënyrë që të respektojmë kohën, na duhet ta respektojmë kohën edhe personat e tjerë që kanë marrë pjesë. Çdo feedback që do keni, çdo koment, çdo dyshim të vi në fund, që të respektojmë hapësirën e gjithë secilit, okay? Atëre, do kalojmë te menti, nuk e di nëse unë e kalova tek pyetja tjetër, jo, nuk e kalova. Okej, tani e kalova tek pyetja tjetër. Do shohim të çfarë presionesh kemi ndjer. A e bët, është okej, është bërë, arritët ta bënit? Është okay. Është okej? Okej, super, faleminderit. Faleminderit edhe të gjithëve që keni komentuar, se shikoj që kanë ardhur disa komente. Secili nga ju do të ketë kohën që i takon. Okej, kjo formë, e ke të vështirë të shkruash krejt fjalinë. A mund ta ndash në disa, është okej, mund të përdorësh dhe thjesht një fjalë, Valbona, nuk është e thënë të jetë fjali, thjesht një fjalë çfarë presioni ke ndjer. E kuptoj që mund të jetë pak e vështirë, po është më tepër për të kuptuar në përgjithësi se çfarë ndjeni ju. Okej. Okej. Korrupsioni.
suksesi. Presionin për të patur sukses. Po. Marrja e iniciativës, komunikimin italisht, jam dakord këtu. Shpërblimi i familjes shumë i rëndësishëm, sepse shumë prej nesh mbështetemi nga familja dhe duhet sigurisht. Kjo pjesa e komunikimit kam përshtypjen ndikon në integrimin profesional, goxha, opinioni personave të njohur. Okay. Mentori thot presionin e burokracisë këtu në Gjermani. Po, Gjermaninë e kam dëgjuar që neglizhenca që po na bëhet në vendin tonë. Okay. Jemi 90. Presionet e të ndjerit huaj, second class citizen. Po, nuk jemi në vendin tonë, sigurisht. Pra, bona përmendje edhe një vërtetësi të tjera, të cilat ndoshta për disa prej nesh janë të paimagjinueshme. Mirë, mendoj që është okay, pastaj për personat që do duan të thonë diçka, në fund, e lëm në fund më mirë, mendoj, në mënyrë që të jemi të gjithë. Okay. Pra shohim që pamundësia për të shprehur, pra na del shumë e rëndësishme, gjua është shumë e rëndësishme. Nëse ne nuk mund të themi dot atë që ndjejmë, po, për të qenë e suksesshme që t'ja vlej largimi, po. Personi gjuhës angleze, dialekti, po. Pra, po shoh që është shumë e rëndësishme për ju pjesa e të shprehurit, komunikimi, ne jemi qenie sociale, kështu që nëse ne nuk arrijmë të komunikojmë dot atë që ndjejmë, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë që t'ja dalim edhe të përshtatemi në këtë vend tuaj. Përballojmë dhe suksesin që kemi. Okay. Mirë, shumë faleminderit gjithëve. Vazhdoni shkruani në chat, unë i shoh përgjigjet tuaja. Okay. Sfidat e vërtetësisë të rezultatit tonë, përshmëritë personale dhe presioni ndaj vetes, pra presioni për të pasur sukses, po? Më duket se ka ndalur screen share, nëse e bën dhe një herë. Share Po. Po, më falni. Është okay tani? E shikoni tani, besoj? Po. Po. Super. Shumë mirë. E këto ishin edhe sfidat edhe vështirësitë që ne kemi parë në sondazhin ton. Përshmëritë familjare shumë të rëndësishme, presioni nga komuniteti shqiptar, rinisja e jetës nga e para, e kthimi si dështim shumë i rëndësishëm. Një nga arsyet pse ne kemi bërë të sondazhin është që për shumë prej jush këto momentet janë edhe si momente për të parë që nuk jeni të vetmit që po përjetoni ato lloj vështirësish, dhe ato lloj sfidash dhe ato lloj presionesh, dhe çdo sfidë që ju përjetoni, sado minimale të duket, nuk është e krahasueshme me asnjë tjetër. Pastaj çështjet subjektive dhe punimi me çështje klinike të forta
është një punë e cila kërkon pra është një punë e cila është një punë e thellë dhe është një punë e cila bëhet kryesisht në terapi. Webinaret të tilla janë webinaret të cilat pritshmëria jonë është ju të ndjeni sa më të pranuar që kontenti të jetë sa më relatable, për disa prej jush nuk është, për disa prej ju është, për disa prej ju është mesatarisht. Por nga ana psikologjike dhe emocionale, fakti që ne shohim me bardha mbi të zezë ose e zeza mbi Leila, siç është këtu, shohim që ka dhe njerëz të tjerë që ndjen si ne, kjo është okay. Pastaj, gjithashtu ne shpresojmë që ky webinar të jetë një spunto për ndryshim, pra për të bërë diçka, për të dalë nëse gjendeni në një moment vështirë. Okay. Si mund ta ndihmojmë veten? Tani këtu sigurisht që këto dhe një herë unë do doja që t'i shinit si jo si predikime, jo si gjykime, jo si këshilla që do t'i zbatoni o s'ka, por si edhe pyetje, edhe për të parë që po bëni, që s'po bëni, edhe si po kaloni. Unë e shoh shumë të rëndësishme si profesioniste, vendosin e kufive të shëndetshëm me prindrit miqt. Po sidomos me familjen, që do me thënë vendosja e kufive të shëndetshëm? Vendosja e kufive të shëndetshëm do të thotë që në momentin që ne jemi larguar, nëse dikush nga Shqipëria kërkon të flasim me ne non-stop, atëherë ne të vendosim një farë kufiri të shëndetshëm, duke thënë që okay, faleminderit që po shqetësohesh për mua, por unë kam nevojë për hapësirën time dhe kam nevojë të përshtatem në këtë vend. Kjo duket pak e vështirë, po çdo gjë kërkon praktik. Në këtë aspekt mund të praktikojmë asertivitetin. Asertiviteti është të themi në mënyrë të drejtë për drejtë dhe jo sulmuese atë që ne ndjejmë për veten, po edhe për tjetrin, pra për mënyrën se si marrëdhëniet na bëjnë të ndihemi. Cilat janë vlerat e mia? Vlerat kryesisht, pra vlerat, janë ato që ne na kanë bërë që të marrim vendimin për të larguar. Studimi, mbijetesa, krijimi i një ambienti të sigurt për familjen, rritja profesionale, gjetja e një partneri, largimi nga një ambient bytos patriarkal, të gjitha këto janë arsye të valide dhe që bazohen mbi nevoja dhe vlera që ne kemi, që mund të jenë suksesi, që janë familja, që janë mbajtja e marrëdhënieve, që janë liria personale. Brené Brown është një studiuese punonjëse sociale, e cila ka bërë një listë me vlera, te të cilat ndoshta disa prej jush mund të gjeni vendin. Pse e kam vendosur këtë? Është për ndonjëherë një ballafaqim i vlerave ku ne ndodhemi në vështirësi, do me thënë çfarë bëj ti të ri. Ata përballoj, a ja vlen kjo sfidë apo jo, ndonjëherë duhet bërë një listë, pra duhet parë cilat janë vlerat e mia, pra a është vlera ime suksesi, pra a është suksesi shumë i rëndësishëm për mua, apo janë marrëdhëniet. Në rast se suksesi është më i rëndësishëm se sa marrëdhëniet personale që unë i kam në Shqipëri, në Kosovë, atëherë unë vendos të rikthehem dhe është okay dhe të rikthehem. Nëse vlera ime është komuniteti dhe jo leadershipi apo njohja, ku të njoh sa më shumë gjëra, atëherë unë marr vendimin të krijoj një komunitet shqiptarësh apo një komunitet të tillë, siç është ky që kemi ne sot bashk. Pra, për ta krijuar, siç e bën Gaming për shembull, që mbledh diasporën dhe bën aktivitete të ndryshme për t'i bashkuar bashkë. Ky është një tregues i vlerës komunitetit. Pse janë të rëndësishme? Se ndonjëherë kur ne nuk po i bëjmë gjërat sipas vlerave tona, atëherë përjetojmë ankth dhe kalojmë në gjendje të vështira, emocionale, psikologjike e tjera. Gjithashtu gjetja e një komuniteti ekzistues me shqiptarë, shumë persona e kanë bërë këtë, shumë persona i kanë gjetur, dhe persona që kanë një datë sfida me ne në mënyrë që ne të ndihemi sa më të pranuar nga të tjerët. Dhe të ndihemi sikur, pra, të jemi pak a shumë ta rikrijojmë atë zonën e rahatisë. Megjithatë, këtu do isha pak skeptike, sepse futja në një ambient në të cilin ne e njohim mund të na izolojë akoma më shumë dhe të krijojë një farë përçarje që ne në psikologji sociale, ndoshta psikologët që mund të jenë këtu mund ta dinë, është ne versus them, pra ne versus atyre. Ne jemi të mirë, ne shqiptarët që po kalojmë vuajtje, jemi më keq të këta
për këta nuk blen asgjë, pra këta janë shumë mirë, italianët janë shumë mirë, s'kan asnjë problem, ne i kemi gjitha problemet, kjo vetëm sa na largon. Okay? Duhet përpiqemi të marrim një pozicion kurios mbi atë që po ndodh me ne, të vëzhgojmë mendimet e trupin. Këto janë gjëra që janë të vështira për të bërë dhe kërkojnë praktik. Megjithatë mund të bëhen. Nuk është e pamundur, mund ta ndihmojmë veten të marrim pak kohë në darkë nëse kemi mundësi, të mbajmë një ditar dhe të shkruajmë diçka edhe ta grisim pastaj thjesht për të hedhur mendimet që ne kemi në kokë. Radical acceptance është të pranojmë situatat për ato që janë. Pra, unë jam në këtë situatë tani. Unë nuk kam asnjë njeri këtu. Çfarë do bëjmë me këtë situatë? Radical acceptance nuk do të thotë që unë ta pranoj dhe ta justifikoj situatën, okay, është kreta unë, jo. Duke pranuar situatën për atë që është, atëherë unë mund të marr dhe hava për ta ndryshuar atë. Grupe mbështetëse jo terapeutike, jo që s'duan përdor grupe terapeutike, po grupe mbështetëse mund të jenë grupe të cilat ne mund të shkojmë dhe t'i takojmë dhe të ndajmë eksperiencat tona, pa hyrë thellë në ndjenjat tona emocionale, në shqetësimet emocionale. Mund të vendosim të zgjedhim terapi në grup ose individuale, në varësi të preferencave tona që kemi, apo të bëjmë yoga dhe mindfulness. Unë e kam futur sepse janë teknika që përdoren, por gjithmonë do të bërë me profesionist terapist që janë të certifikuar për këtë profesion. Okay? Këtu kisha përmendur vëzhgimin me mendimet dhe kam vendosur një tool të cilin mund ta ndaj me ju, që është ABC-ja e Ellisit. Kjo mund ta ndihmoj shumë. Sigurisht nuk duhet keq kuptuar. Këto toolsa nuk janë për të përdorur në momente krizash apo në momente vështirësish ekstreme. Për momente vështirësish ekstreme ka profesionistë të tjerë që merren me këtë gjë. ABC-ja e Ellis, ndoshta për disa për ju që jeni në terapi ose që e njihni pak a shumë fushën e psikologjisë, është një skedë e cila na bën të kuptojmë që ndonjëherë situata të caktuara kanë pasoja, jo sepse situatat janë ato që janë, por sepse ne kemi besime të caktuara mbi situatat. Për shembull, situata që mund të ndodhin është që okay, unë erdha këtu, mora vizën, gjitha punën, shkoj në punë dhe kolegët nuk më flastin, mezi më flastin. Pra mezi unë shoh që nuk, pra situata është që unë shoh që kolegët e mi po më ignorojnë. Pasojat që kjo ka është që unë izolohem akoma më shumë, apo mund të filloj të qaj, apo mund të ndihem bezemëruar, apo mund të ndihem e trishtuar, e tjerë. Tani, sipas Ellisit, që është CBT-s, që është përfaqësues i shkollës kognitiv behaviorale, i thotë që nuk është situata ajo që na bën ndihemi keq, por janë besimet që ne kemi mbi situatën. Për shembull, një besim që mund ta rëndoj refuzimin e perceptuar të kolegëve ta, se ne nuk e dim këtë gjë, është që ata me siguri më kanë natë se unë jam shqiptar. Ose ata me siguri më refuzojnë se unë jam i ri, ose jam gocë, ose se kam një orientim caktuar e tjerë. Dhe ky besim është ai që na ndikon në pasojat. Pjesa e diskutimeve është një pjesë të cilën ne mund ta përdorim për të sfiduar këto besime, pra për të thënë që okay, ata më kanë natë se unë jam shqiptar, një gjë që mund ta sfidonte këtë besim është që ata nuk kishin ngrënë bukë atë ditë, ose kolegja nuk ishte ngrënë bukë dhe prandaj nuk më foli, okay? Thjesht për ta dramatizuar pak. Mirë. Unë kaq kisha për vete. Do doja të ftoja Jonën pak për të folur mbi Blisin dhe mbas kësaj mirpresim çfarë lloj komenti, dyshimi, feedbacku që ju keni. Shumë faleminderit Bora Faleminderit. për gjitha këshillat që ndave. Më është shumë interesante të mësosh edhe nga aspekti teorik, sepse mundet që të lidhim eksperiencat tona me shpjegimin teorik që të lidhet shumë situatave. Dhe doja gjithashtu të falenderoj gjithë pjesëmarrësit për kohën që po dedikojnë këtë pasdite dhe në Blis në shim falenderimi për çdo që ka nevojë që të flasim me një profesionist në gjuhën e tyre.
ose thjesht me dikë që e kupton kontekstin kulturor dhe nga vinim, mundet që jeni të mirëpritur të vizitoni platformën e Bliz dhe në nështrim falënderimit duam t'ju ofrojmë 20% zbritje me promokodin e Germin. Kështu që tani besojmë gati të hapim të hapim bisedën rreth pyetjeve. Kemi marrë, mund ta kalosh te slajdi tjetër, Bora. Kemi marrë already disa pyetje. Po, është të vazhd mund të shoh unë. Okay. Po lexoj të gjitha komentet që ju keni bërë, shumë faleminderit gjithë për kohën. Okej. Për që në sukseshme që t'ja vlej, presion për ndryshimin e identitetit, po kjo është shumë e rëndësishme, sepse kur ne shkojmë në një vend tjetër, pjesa nëse do, të uta mund të thuash diçka nëse je këtu, nëse do mund të thuash diçka më tepër në lidhje me këtë, për çfarë presioni ta ke ndjerë ti personalisht. Në rast se jo, ndryshimi i identitetit ne vim nga një, po themi, nga një kontekst i caktuar dhe na duhet, ku diun, të jemi të bëhemi pak më individualist në tojza, apo të kemi edhe qoftë edhe gjuhën ta ndryshojmë, pra të ndryshojmë edhe theksin, mënyrën se si flasim, mënyrën se si vishemi për t'u përshtatur, dhe kjo është shumë e vështirë. Një koment tjetër thot, unë kam marrë si azilante dhe presioni më i madh është që si unë ishte që unë si individ duhet të përballesha vazhdimisht për të marrë leje qëndrimi. Po, leja e qëndrimit, shiko, këto janë gjëra që për disa mund duken vogëlsira, por edhe të ndjerit i përjashtuar shkakton shumë mangë dhe stres të ne, se ne jemi qenie sociale, kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe ja dole për 2 vite, shumë mirë sukses, të uroj sa më shumë sukses. Edhe t'ja dalësh dhe në vazhdim. Desha të shtoj edhe diçka, Po. në lidhje me studentët. Kush është se nuk e shoh, më fal se nuk kam. Dua të di kush po flet, se nga që jam në Nertila, Është Mertila. Nertila, po, okay, Nertila, sorry, më thuaj. pra desha të shtoj edhe diçka. Po ishte shumë e vështirë, duhet të përballesha me shtetin dhe po ja dola për 2 vite. Ja dola të merja dhe përgjegjësinë prindërore e vajzës tjetër që e kisha në Shqipëri. Aha. Sot mbas 9 vite gjysmë arrita që të filloj dhe të studioj. Okay, shumë Pra mirë. ata që unë në vendin tim nuk arrita ta bëja, Okay. arri këtu dhe të gjithë mund të arrijnë atë që doin. Patjetër. Mendoj që Okej, në që po. përveç se njeriu arrin që do ta mendojnë, arrin edhe ta bëjnë një ditë. Albona kështë shkujt të çështje mindseti e gjitha, po, shumë e drejtë, pra është çështje se çfarë edhe ky proces i ndryshimit të vlerave, që okay, unë kisha këto vlera, po tani kam këto të tjerat, dhe vlera e punës, për shembull, e të qenurit persona hardworking, është një nga ato që mund na bëjë që të ecim përpara edhe të ndryshojmë mindsetin ton, pra mendimin ton. Shumë faleminderit Nertila për ndërhyrjen. Faleminderit Suksese. për webinarin Çfarë do studiosh? sociale, punë sociale. Po sociale, shumë mirë, super. Po. Suksese. Dhe kisha edhe një lutje, mundemi që këtë webinarin që keni shkruar ta marrim me email. Po, patjetër. Nertila, nesër unë vetë se të gjithë keni me pranu një email prej meje ose prej Borës, falënderime, dhe njëkohësisht kemi me bashkangjit komplet prezantimin që u bë sot. Faleminderit shumë. Po, patjetër. Presione të ndryshme, gjuha, njohja e ligjeve për të ditur të drejtat tona, po kjo është një nga gjërat shumë e rëndësishme, sepse një nga vështirësitë që emigrantët kanë përgjithsisht, që ne kemi, po themi edhe një pjesë e madhe të tjerë, domethënë, është që duhet të dimë të drejtat tona, dhe kur shkojmë në një vend të ri, presioni gjuha një e para, e dyta, nuk kemi kontaktet e duhura, çfarë të drejtash kam unë, na bën që të futemi në punë të cilat janë të nënpaguara, të cilat janë në të zezë, dhe ka edhe shfrytëzime pastaj në pjesën e punësimit, të mbajnë mbi kohën, të mbajnë overtime edhe nuk të japin atë që duhet, ose të duhet të t'japin, ose të shfrytëzojnë në mënyra të tjera. Dhe kjo është gjithashtu një presion shumë i madh.
Presion shurimat, kur ke parasysh formimin profesional, po, të bërë në vendin e origjinës, po, pikërisht. Dhe në vendin ku jetojmë, nuk mund të prezantojmë profesionalizmin ton, po, kjo është e vërtet. Dhe, po, këtu duhet kemi parasysh që një nga pengesat më të mëdha këtu mendoj është gjuha, po edhe mosnjohja e diplomave edhe e aktiviteteve tjera profesionale që ne mund të kemi bërë. Është e vështirë, sigurisht, po vajtja në një vend tjetër na kërkon që dhe ne të përshtatemi me atë që është atë që do marrim nga vendi tjetër, atë që mund të marrim. Okej, po shkruaj pyetjen time këtu, jam kurioze të di disa nga përgjigjet e tjera të dhënë në sondazhin e bërë, ndoshta më pozitive ose më gri, përpos këtyre frikrave. Okej, që nuk e gjej veten plotësisht. Okej, po, do të thuash diçka, Sara, për këtë? Po, kishte persona që nuk kishin, do me thënë që kishin thënë që jam shumë e lumtur që jam larguar dhe ndihem shumë e vlerësuar në vendin ku jam dhe ndihem sikur po marr atë që meritojmë në fund. Po, kishte shumë persona që ishin përgjigjur. Ndoshta, ndjes, diçka tjetër që më erdhi ndërmend ndërkohë që fillimisht kërkoj ndjes për kamerën, se kam një problem dhe nuk po arri dot që ta hap. Ka problem, s'ka gjë, faleminderit. Faleminderit ju. Ndoshta mendoj që këto vështirësitë dhe presionet mund të varen pak edhe nga vendi, ndoshta ku dikush ka zgjedhur që të shkojë dhe të ndjek një rrugtim të caktuar që mund të jetë punësimi ose shkollimi në rastin ton. Për shembull, unë gjendem në Itali gjithashtu në Padova dhe të them të drejtën nuk është se kam ndjer atë presionin nga shoqëria këtu e të qenit e mos pranuar apo që të jenë ndjerë në thonjza e gjykuar për shkak të folurit jo të mirë të gjuhës, se duke qenë që jemi internacionale normalisht që kemi shumë vështirësi në të shprehurin në italisht. Po. Është sigurisht vështirësi fakti që leksionet e mia mbaren të gjitha në italisht dhe ndonjëherë për mua mund të jetë pak e vështirë që të jap një opinion timin në leksion duke pasur atë idenë që mund të bëj një gabim ndërkohë që flas edhe se ta bëj, jo se dikush do të më gjykojë, sepse diçka që unë kam vënë re të italianët, paktën ata që unë kam pasur raste të ndërveprim, është që nuk janë as pak gjykues për këtë pjesën, madje me një italishte le të themi shumë bazike, të bëjnë të ndihesh mjaftueshëm mirë, edhe të kthejnë përgjigje dhe të sqarojnë për gjithçka, po ndoshta në shtete të tjera nuk është e njëjta qasje ndaj u zgjata pak, po kjo ishte pak. Jo, s'ka gjë, faleminderit. Jo, na duhen edhe këto perspektiva patjetër, sigurisht. Sigurisht që po, Sara, sigurisht që po, suksese në Padova. Po, shiko, marrim parasysh, ajo që the shumë e drejtë që varet shumë në vendin në cilin ne shkojmë. Padova është universitet shumë internacional edhe ka vite që merret me këtë pjesën edhe takimi me më shumë persona që janë është ndoshta më i mirë strukturuar se sa universitete apo shtete të tjera. Po, ndoshta po, mund të jetë edhe kjo. Sigurisht që po, eksperiencat nuk ndahen vetëm në eksperienca negative, sigurisht që po, fundja të gjithë ne jemi larguar për të gjetur mundësi më të mira dhe për t'ia dalë. Çështja është që mund të marrim një farë si me thënë mbështetje për qenë pak më mirë. Po sigurisht që të gjitha ato shqetësimet e tjera qëndrojnë në rrugtimin e gjithë secilit. Patjetër. Shumë faleminderit. Okej, Ariolda ka thënë, mendoj që problematika ka gjithandej rëndësi ka të pranojmë të tashmen që po jetojmë dhe hap pas hapi do kthjellohemi dhe do i kalojmë vështirësitë. Gjëja e dytë që un kam zbatuar është përmirësimi i ditës time duke bërë gjëra që më pëlqejnë apo më përmbushin. Leximi, mësimi autonom i gjuhës, meditimi, yoga, gjëra të vogla që na bëjnë të lumtur dhe na lehtësojnë presionet. Po, shumë e vërtetë, Ariolda. Secili prej nesh në mos mund të gjejë një komunitet, nëse nuk gjen dot një komunitet, mund të gjej
mund të bëj komunitetin e vet dhe mund të bëj aktivitetet e veta për t'ia dalë. Shumë fakti që pra ne largohemi nga vendi ku jemi lindur, nuk është ndonjë qef i madh, me thënë drejtën, po largohemi për më mirë, dhe fakti që ne largohemi, kjo përbën stres më vete dhe duhet të përshtatemi me këtë gjë, duam apo s'duam, ose nëse nuk duhet të përshtatemi, atëherë mund të marrim vendimin pa u gjykuar për të kthyer ose për gjetur mënyra të tjera. Deli Balidema i ka thënë, më falni për vonesën, nuk ka problem, faleminderit për pjesëmarrjen. Ne kemi mbaruar prezantimin, por nëse do doje të shtoje diçka ose në një koment ose nuk e di. A mund të flasë unë prapë, Valbona jam? Po, Valbona, po. Shumë faleminderit për këtë webinar, dhe me thonë. Po, tani të shoh tamam, po. Është shumë interesant diçka që nuk e prekëm. Cilën unë, do me thonë, nuk po foli vetëm nga eksperienca personale, po foli me njerëz që kanë punu komuniteti shqiptar në Angli. Po, të lutem. Një sen që se kemi prek edhe që ja vlen me diskutu ndoshta më vonë, është puna e nanave të reja. Për shembull, nëse ti jeton në Kosovë ose në Shqipëri, nanat e reja mundën me punu, se mundën ose me lënë në familjet veta, ose me marrë një babysitter me një çmim më të arsyeshëm, ose mundën me çu edhe në përqerdhe apo kopsht, ku mundën, do me thonë, ose mundën me qëndru fëmijët aty deri te orari punës sane. Këto mundësi nuk ekzistojnë në Angli. Ajo që kam has shumë me kliente që kam punu, do me thonë si filtare, grave shqiptare, komunitetin në Britaninë e Madhe, është kjo, që nanat ose detyrohen, do me thonë, deri sa të rritën fëmijët për shkollë, edhe bile edhe më tej shkollës, që të mos punojnë, është shumë vështirë atje, sepse çmimet e babysitter ose nannies janë shumë astronomike, nuk janë përballueshme, sepse si gjithmonë në perëndim, do me thënë, çmimet kanë shku në astronomike, ndërsa pagat nuk janë duke ndjekur ritmin e njëjtë. Do me thënë, e kjo është një sen që për femra sidomos është shumë e vështirë, sepse shumë femra të reja që ndoshta kanë qef me studiu ose me punu, nëse janë nana të reja e kanë gati si të pamundshme. Kjo është një sfidë, do me thonë, me cilën jam përballë shumë klientët mijat, edhe për cilat për momentin është shumë me vështirë me gjetë zgjedhje. Disa nga këto gra, për shembull, i marrin do femra tjera të komunitetit shqiptar, cilat mundën me u shku, për shembull, fëmijët ose diçka, po në përgjithësi është shumë interesant që një shtet aq i zhvilluar si Anglia jep shumë pak mundësi për nanat e reja, për me por në përgjithësi, nga kjo eksperjenca ime që unë jetoj në Angli për viteve të 90-ta, një eksperiencë madhe si në diasporë, po them që, do me thonë, problemi i parë është ajo i mindsetit, sepse do me thonë një farë mënyre në Shqipëri, në Kosovë, Malzi, kemi mentalitetin ton edhe programohemi në mënyrën që programohemi, dërsa kur delëm perëndim duhesh të çmontohesh një farë mënyre edhe për ta gjetë veten në një rreth të ri. Ndoshta disa tips që i kisha dhënë është që me qenë hapur për njohje të reja, edhe aty pajtona që nëse qëndron veç me komunitetin shqiptar, do me thonë në të vërtetë ti nuk integrohesh, sepse fatkeqësisht më thonë që ndoshta edhe mas 25 vjet, mas 30 vjet ndodh që nëse rrin në një guac, i njëjti mentalitet prapë qëndron. Por si person, si individ, e para gjë që kisha propozu për gjitha neve, edhe për gjitha ata që janë diaspor, është hapja e mendjes, e mindsetit. Sepse në të vërtetë, edhe në vend tëndin, edhe në vend tuaj, gjithmonë ki sfida. Por varet prej personalitetit tënd sa je i hapur për mu integru. Sepse nëse nuk integrohesh, keme pas shumë vështërsi. Por, dhe me thënë,
është shumë e rëndësishme që t'jesh flexible si person, edhe t'jesh i hapur, edhe kur mos ta ndesh atë ndjenjën e impuriteti që unë jam e huja dhe s'muj me arrit këto. Sepse where is a will, there is a way. Kur ka vullnet njeriu gjithmonë ekziston mundësia. Me drejt. Mirë, Faleminderit. po, për shembull tash, diçka tjetër është. Tash unë, për shembull, kam marrë në Kosovë me shumë projekte, kam punu shumë në Kosovë mas luftës, sepse kam ndjerë, jam shku shumë e re dhe gjithmonë kam pas nostalgji më kthy. Jam kthy në Kosovë, prap nuk e gjej veten, domethënë. Kjo është një temë tjetër diskutimi që i thojmë na as me sherr as me barelep, domethënë na që jemi mbet, as këndej. E kupton? Mirë po. Kjo është një nga pjesët më të vështira, mendoj. Po, vetëm unë për veti e quaj veten si global citizen. Global citizen, dhe me thonë që një parë mënyre, unë normal këtë dashuri më të madhe kom për vendin tem, për gjuhën, për kulturën tem, për njëjtën kohë jam shumë e hapur edhe nuk muj me gënyu as kërkënd as vetën që unë jam edhe global citizen, sepse kom marrë dishta posdashta një kulturë tjetër, një traditë tjetër. Prandaj po them, domethënë tash në kohën e internetit është krejt një tjetër histori e diasporës, se sa që ka qenë përpara. Faleminderit. Edhe mundësi me folë dhe më shpejt edhe Faleminderit për ne. Ky ishte qëllimi, që ju të ndjeni sa më të pranuar dhe që të flisni dhe të ndani eksperiencat tonë. Deri një moment se Fitimi ka bërë një koment e do ta jap fjalën tani. Sa mirë që u cek puna e komuniteteve, shumë ndihmëse e madhe për ne që jemi në diasporë. Në vitin 2021 kemi krijuar me një shok shqiptar ICT në Hamburg, Shqip++, e kemi filluar me 4 veta, tash jemi afër 55. Super. Më së shumti besoj që në këtë aspekt luan rol vetë iniciativa, një postim në rrjetet sociale dhe një grup në WhatsApp mjafton. Po. Basandej komunikimi dhe interesat e komuniteteve mund të varjojnë, ju inkurajoj dhe juve nëse nuk keni krijuar akoma një të tillë, ja vlen shumë. Nëse ju vi, më falo Fitim, po me gegnishtë nuk kam shumë mirë punën. Nëse ju vjen ndihmë, mundeni lirisht me më kontaktu, me ju ndihmu me kriju komunitete. Faleminderit për temën shumë e qelluar. Shumë faleminderit për ndihmën tënde. A je këtu, a do doje të shtoje diçka? Nuk është duket. Jo, sa për shoh Fitimi këtu është që e Po, ndezim. këtu jam, përshëndetje. Përshëndetje, Fitim. Faleminderit. Po, edhe veç kjo puna e komuniteteve, që thash edhe në koment, është çaja vetë iniciativa, sepse normal kur vina me një vend huj, me një vend tjetër, ndihmja ashtu të humbur, po gjithmonë ka njerëz që na rrethojnë që na nuk i njohëm, sidomos shtetet mëdha kom vrejt që është më e shprehur kjo, që është kjo farë humbja është besoj që është pak më e madhe se në bardovena që janë ndoshta më afër shqiptarët, edhe ka komunitete më shumë. Po ajo që më ka ndihmuar fillim shumë ka qenë njohja me disa shoktu që kanë qenë dhe masanej përmes rrjeteve sociale kemi qenë gjendje me kriju një komunitet për rreth 55 persona. Takohemi kështu një herë në muaj, një herë në 2 muaj kur kena mundësi, edhe normal kryesisht tema është për atvejun, për vendlindjen, po na herë flasëm edhe për vështirësinë në mërgim, shpesh ndajna hallet e njëjta, idetë e njëjta, filozofitë e njëjta që po të shqiptarët që i kem, edhe këtë aspekt besoj që luan rol shumë edhe në shëndetin mendor tonin, edhe socializimin, edhe gjithçka tjetër. Normal kulturat e popujve ndryshojnë, nuk janë gjitha sikur na shqiptarë që na më të shoqënueshëm, më të hapur në ashtu për shoqëni të reja, shoqënit perëndim shpesh herë janë ndoshta më në zonën me punë ose çapo dim kanë më shumë angazhime ose nuk kanë shumë dëshirë me socializu, atëherë është më vështirë me kriju shoqëni me ta për shkak dallimeve në kulturë. Me njerëzit tonë është gjithmonë më lehtë dhe besoj që është një mundësi shumë e mirë për secilin që është në mërgim. Kështu që secilin nëse veç nuk e keni kriju një komitet, ja kisha rekomanduar shumë, sepse mu personalisht më kanë ndihmuar tepër shumë, po edhe mbas feedbackut që kam pas kanë ndihmuar edhe të tjerëve. Shumë faleminderit Fitim. Të uroj suksese në gjitha gjërat që do bësh. Po. Deli. Mund të tani ke fjalën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Më vjen keq se unë u kisha me vonesë, po nuk kisha mundësi tjetër. Ju faleminderit për temën që e keni përzgjedhur, vërtet është një temë
e cila është shumë rëndësi dhe nëse ekziston mundësia për njerëz ekspert, domethënë me dhënë ndihmë në këtë drejtim, është edhe shumë e nevojshme. Unë ka vite që jam në Gjermani, në Munich, domethënë diku prej vitit 98, edhe kam kontakte të shumta me komunitetin tonë këtu. Besoj që një prej problemeve kryesore që ne si komunitet e kemi, ndoshta sigurisht është thonë më herët, por nuk isha këtu, nëse po e përsërit, ju lutem ndërpreni, është integrimi i ynë i cili nuk është me fillt. Çka do të thotë? Unë e përdori këtë shprehjen, ne kemi kokën, Kosovë dhe trupin në Gjermani, domethënë. Kjo është një diçka e cila na hendikepon në gjitha domethënë të arriturat ose qëllimet që i kemi, pasi që nuk mundim krejt forcën respektivisht ta përdorim për një drejtim ose për një qëllim që kemi. Sipas disa bisedave me komunitet, me njerëz të fushës, me psikolog, me mjek, mendohet se diku 60-70% e komunitetit tonë që ka dalë domethënë perëndim, nuk kanë qenë të gatshëm për një domethënë udhëtim të tillë. Sa mos gaboj, lidhet edhe me periudhën në cilën ju keni emigruar, që keni larguar pa dëshirë nga detyrë, të detyruar për ta bërë, apo jo? Po. Ka qenë zgjedhje, okay, po iki për të diun. Po, atë ka qenë detyruar, sot mendoj që shumë e bajnë, nuk duhet të keq kuptohen, por unë kanë herë përdori shprehjen që ne shqiptarët jemi ka pak edhe si popull pak avanturist. Do të thotë që nuk i shfrytëzojmë ato të mira që i kemi për momentin, por çdo herë jemi në kërkim diçka të rejes, kur e shohim që e reja nuk është ajo të cilën e kemi ëndrruar ne jemi dhe aq kokfort edhe nuk kthehemi te e vjetra, po e mysim veten me ato forca cilat si kemi, me ato fëci cilat si kemi, edhe e vazhdojmë domethënë me kokforci atë rrugë e cila realisht nuk na shpihet te suksesi. Edhe dy pika deshta të ceki, mendoj që për një udhëtim të tillë është shumë rëndësi që ne të jemi të sinqert edhe me vetveten, po edhe me kombet vendase aty ku shkojmë në ato shtete. Që ne nuk jemi të tillë. Kjo është njëra prej çështjeve cilat na kemi të tillë? Ne nuk jemi të sinqert. Okay. Në ç'kuptim, domethënë? Po në kuptimin domethënë se jemi ashtu pak si të them, pak si mashtrues. Sikurse po e shohim për shembull edhe në politikën, atje që duhet hyjnë anena tash apo dinti. Na shkon çik për te, po. E teprojmë domethënë, e teprojmë me për shembull. E teprojmë, po e shym çik gjërë. Po e kum pas për shembull, është rasti për shembull disa njerëz këtu që kanë arritë që të bëhen mjek domethënë të një shkolle të lartë, Oberarzt, i thonë, domethënë është shefi i reportit, ata atëherë e lajmërojnë ata si shef arts, që është sikur shefi klinikës. Unë nuk e kuptoj kur një njeri me të vërtet ka rrit aq shumë, pse duhet me shtua edhe diçka që nuk e ka. Domethënë janë disa gjëra të cilat e ajo atëherë kur për shembull këtu në Gjermani, komuniteti gjerman, kur të kupton që një person nuk është i sinqert, ai është i humbur. Sa në fillim të beson gjithçka, e kjo është ajo që neve edhe na ka hendikepuar, se na kemi menduar që me këto trillime që i bëjmë ne, i mashtruam me gjermanët. Realisht na kemi mashtruar vetëm vetveten, se kemi mashtruar askon, se në atë moment kur këta e kanë kuptuar që ajo nuk ka qenë realiteti, atëherë ne kemi humbur gjitha shansa, domethënë në bashkëpunim ose në bashkëjetesë me njerëzit e tillë. Ajo që do të thoja është që është shumë individuale si gjë dhe varet, kjo që thua ti, sigurisht është pjesë e eksperiencës dhe që ndron, po varet shumë edhe nga vlerat tona nga vlerat që kemi. Pra, nëse unë kam
e folëm pak më përpara nëse vlerat e mia janë vlera që lidhen me suksesin të ecërit para në karrierë, për diku mund dukem jo i sinqert, dhe mund dukem sikur po bëj gjëra kështu në rrogoz, po them, po ndërkohë ne nuk e dim vërtet se çfarë shqetësimesh mund të ketë arritur, ç'a ka kaluar ai person që ka arritur atje ku ka arritur. Po Okej, Deli. shqetësimet e asnjërit ne nuk mund t'i dim për shembull. Pikërisht. Unë kam pas raste konkrete për shembull që më lut shqiptari në rast të thjesht, thot, a ma bën një kërkesë për një vend pune, okej, po ta bëj. Edhe aty është vendi i punës për shembull pezon për një montues të pllakave për banjo, montues i cili ka përvojë spaku 10 vjeçare. Po. Edhe i thon, po ti nuk e ke këtë përvojë, unë të njoh ty, ti s'din me nxit pllaka. Po s'ka problem se mos i pëlqefsh asin që pllaka, thotë më nol si punëtor. Do thonë është edhe kjo nuk është një. Po këto janë me përqindje shumë të madhe dhe kjo me të vërtetë neve na hendikepon shumë. Edhe deshta ta cekëm një Po, të fundit lutem se kemi Nertilën që ka ngrit dorën edhe Vullnetin që ndoshta duan të replikojnë mbi këtë që thua ti ose kanë mendimet e tyre, nuk e di. Po, që t'i japim secilit, do të dëgjoja gjithë ditën, po do t'i japim secilit kohë. Unë vetë që kisha kryer deri tani. Është edhe pritja që ne kemi, domethënë, prej një udhëtimi të tillë. Domethënë ne kemi pritje të cilat janë shumë të larta dhe atëherë kemi konflikt me vetveten për ato që kemi prit. E kjo lidhet edhe me atë avanturën që thash në fillim që nuk i vlerësojmë gjanat realisht. Faleminderit. Faleminderit shumë i vyer komenti jot. Faleminderit shumë. Nertila, po ti dhe pastaj kemi Vullnetin. Po, unë nuk do zgjatem shumë që t'ju lej kohë dhe tjerëve. Desha të shtoja në ditje emigrimin, që askush nga ne, po thuaj se një përqindje shumë e vogël, emigron sepse ka dëshirë. Mund të emigrosh për të studiuar diçka të re, do të thënë zgjedh disa studime, okay, po shkoj në shtet, por zakonisht ne emigrojmë sepse kemi nevojë, largohemi nga vendi ynë. Pra, pasojat e është nevojë bazike për të larguar dhe për të larguar nga një vend që nuk po të jep ç'a ti do. Po, për shembull, unë kam kuptuar që Shqipëria nuk ka qenë vendi im. Okej. Unë është e çuditshme, kam qenë një fëmijë dhe kuptova që ky nuk është vendi im. Pra, ndjesha e mashtruar si fëmijë, ndërkohë që unë doja që mirësia, drejtësia të studionte për javë. Dhe këtu në Gjermani kam gjetur një vend ku ka shumë byrokrati, siç e quajnë gjermanët, shumë letra. Por është okay, sepse në bazë të ligjeve, në bazë të rregullave, dhe ne ecim në bazë të rregullave, ne mësojmë një profesion, ne rritemi në profesion dhe e zotërojmë atë me dijen që kemi marrë nëpërmjet shkollës. Pra janë vështirësi të mëdha për të qëndruar në një vend të ri patjetër, edhe kush nuk i përballoi këto vështirësi, fatkeqësisht u kthye përsëri në vendin e vet. Por për disa, se për disa mund të jetë gjë shumë e mirë. Për shembull, Jona është rikthyer në vendin e saj dhe ka hapur blistin, kështu që pra e gjete prapë vendin e veten e krijoi botën e saj. Po sigurisht. Pra krijove, e mori eksperiencën në një vend të huaj dhe pastaj kuptova, okay, duhet të kthehem prapë në vendin tim, është prapë okay. Po kisha fjalë për disa që nuk e Po, e qartë. Po, e prandaj thash në fillim që urrëktimi është personal dhe vlerat, gjëja që na çon ne ndikon shumë pastaj edhe në mënyrën se si do përshtatemi. Shumë faleminderit. Po, Vullnet tani. Shumë faleminderit. Përshëndetje, jam Vullnet Velia, angazhohem në digital marketing edhe branding. Shumë faleminderit Germin, Bora, faleminderit Bliss, faleminderit për organizimin e këtij webinari. Është shumë interesant për mua. Duke qenë se thjesht në numër po jo garancia, shoh që ka më shumë femra në webinar. Unë kam në fakt 3 pyetje dhe reflektime në të njëjtën kohë. A janë më shumë femra sepse femrat kanë më shumë presion psikologjik, apo janë më shumë femra sepse janë më të vëmendshme për të gjetur zgjidhjet, ndoshta për veten e tyre apo edhe për njerëzit tjerë e thonë qoftë nëse kanë familje apo jo. Ti listoj të treja dhe pastaj të më jepni një ide apo Po, është shumë interesant. Po jo, vazhdo, vazhdo dhe nga aspekti i psikologjisë nuk është se kam njohuri të drejtën, po në studimin e digital marketing kam hasur një koncept nga piramida e Maslow që quhet, nuk e di e keni dëgjuar. Sigurisht e keni dëgjuar, po piramida e nevojave. Pra kemi nevoja fiziologjike, kemi nevoja të sigurisë, kemi nevoja sociale për të pasur intimitet, për të pasur shoqëri,
kemi nevoja për të ndjerë të vlerësuar, duam statusin në shoqëri dhe kemi pastaj majën e piramidës e cila është besoj unë qëllimi i të gjitha qenieve njerëzore për të përmbushur, pra se çfarë mund të arrijë unë si qenie njerëzore në tokë, cila është dhe kjo besoj e mban gjallë dhe purpose qëllimin e çdo njeriu që ka disa arritje në jetën e vet. A kanë këto në një ndikim? Unë besoj se kanë në presionet psikologjike që emigrantët shqiptarë ose jo kanë kur ndrojnë vendin e tyre, sepse nëse një shqiptar ose një emigrant, kushdo qoftë ai, kanë emigron për nevojat e tij fiziologjike ose për nevojat e tij të sigurisë. Për shembull, nuk ka shtëpi, nëse vjen këtu dhe gjen një shtëpi, atëherë është shumë i lumtur dhe nuk ka më presione të tjera, nuk i ka më presione të gjuhës, nuk i ka më presione të diskriminimit, nuk i ndjen presione të diskriminimit. Unë jam një emigrant në Greqi dhe tani në Gjermani dhe kam parë që ka diferencë shumë të madhe ndërmjet këtyre emigracioneve. Dhe pyetja e tretë është, ka një shprehje interesante që nuk e di as vetëm gjermane, po atij që i jep fajin i ke dhënë pushtetin. A do të ishte mirë që ne të jepnim më shumë fajin vetes dhe të jepnim pushtet vetes dhe pastaj kjo të na ndihmonte në të njëjtën kohë që të përmirësoheshim, apo do ishte shumë më shumë presion kjo nëse do të hedhin fajin vetes, sepse nuk na pranojnë ne. A jemi jo aq të bukur, a jemi jo aq të edukuar, a vim nga një kulturë që nuk përshtatemi, jemi ja 50 apo 500 vjet mbrapa edhe të tjera. Këto ishin reflektimet e mia. Shumë faleminderit. Shumë interesante. Ti çfarë mendon për të parën? Se kjo e para është unë e vëre në çdo lloj takimi që bëjmë për çështjet e shëndetit mendor. Mendoj të dyja. Ka më shumë djemë, që ka më shumë wishful thinking, që ka më shumë vajza se sa duke qenë se se sa djemë dhe burra. Duke qenë se të paktën në gjeneratën që jetojmë është pak shumë delikate kjo tema e gender. Nuk është se duhet të drejtohem, po besoj nga eksperjenca ime personale. Është hapësirë e sigurt. Është në eksperiencën time personale, nuk kam statistika të them, njerëzit e njohur që kam parë unë apo të bashkëshortet time që kanë ardhur për shembull në Gjermani, femrat kanë qenë shumë herë më të ekspozuar ndaj presioneve psikologjike. Nuk po them fizike, se ndoshta është një shoqëri pak më e sigurt, sepse shoqëria nga e cila ne vim, por ka pasur probleme të rënda psiqike dhe janë detyruar të kthehen dhe kanë provuar në spitale dhe gjithmonë e them, këto janë eksperienca nga ato që unë kam dëgjuar personale. Nga meshkujt nuk kanë dëgjuar një gjë të tillë, ndoshta një jeta në Shqipëri ka bërë të tillë që të përballen më lehtë qoftë edhe me përshtrimet, me nënvlerësimet, me diskriminimet dhe me punën e rëndë ndonjëherë që nuk janë mësuar të bëjnë. Në aspektin Jona do të thuash diçka apo Këtu doja të jepja dhe komentin tim se dhe ne në Blisë shohim që kemi më shumë përdoruese gra dhe vajza sa djemë dhe burra. Kemi një raport 80 me 20, ka qenë 70-30, po tani për fat të mirë po balancohet. Edhe unë mendoj që është lidhur edhe me mënyrën se si ne jemi rritur, pra si vajza ne jemi mësuar që t'i pranojmë më kollaj emocionet tona, qoftë edhe të qari, diçka që tek djemt e vegjël për fat keq jo në çdo familje kjo gjë ka qenë aq e pranueshme. Pa duke u rritur më pranuese ndaj emocioneve tona, kjo na bën të jemi edhe më të hapur për të folur lidhur me çështjet e shëndetit mendor. Ndërsa tek djemt e burrat për fat keq stigma është më e lartë pikërisht prej kontekstit social dhe kulturor se si jemi rritur në përgjithësi, se patjetër që ka edhe raste të tjera të veçanta që janë rritur po ashtu duke i pranuar emocionet. Po, për të shtuar me atë që tha Jona, kjo edhe unë duke qenë ne në fushën tonë japim, pra atribuojmë këtë mos pjesëmarrje roleve gjinore. Pra faktit që burra duhet të jenë për të zgjidhur gjërat dhe nuk ka shumë kohë për të menduar çapo ndjej, çapo bëj, se duhet thjesht të zgjidh gjërat, duhet kujdesen për veten. I need to provide, pra duhet të provide gjërat edhe duhet kujdesem për familjen apo për partnerin e ardhshëm apo partnerin e ardhshëm. Dhe kjo gjithmonë këto janë hipoteza. Gjithmonë janë hipoteza. Për gratë e vajzës, siç e tha dhe Jona, të rritura në një ambient të rritura kryesisht me shpërblimin për shprehjen e emocioneve, edhe për të kuptuarit më shumë çfarë po ndjej, si po bëj, si mund të ndihmoj, mund të jenë pak më të gatshme, edhe të kenë ndoshta më pak turp. E gjitha kjo është në nivel të pandërgjeshëm gjithmonë.
për t'u afruar në hapësira të tilla që në fakt janë hapësira që na bëjnë pak vulnerabël, që na bëjnë pak, ok, do flas, po kush ka kohë të mendoj për këtë tani? Se unë, pra, një burr i cili, po them, duhet të shkoj edhe të ndërtoj ndërtesën këtu në Itali, nuk ka kohë të marrë pjesë në webinar, më kupton, domethënë. Po këtu ta marr nga në aspektin më bazik të fjalës. Kjo është ideja. Dhe të gjitha këto janë dinamika që mësohen edhe janë të pandërgjeshme. Gjithmonë në nivel hipotetik. Mund të jenë, është ajo që të ti që gratë janë çik më të prishë, ok, dëgjojmë ca zgjidhje problemeve si po shkojnë gjërat e tjera. Lidhur me piramidën e Maslow, po, ke shumë të drejtë. Sigurisht që ndikon, sepse varet se cilat nevoja kemi nevojë ne të plotësojmë për largimin ton jashtë vendit. A janë nevoja bazike, pra a duhet apo shkoj unë po emigroj siç kanë qenë ndoshta brezat e xhaxhallarëve të mi për shkak ose tajave të mi që kanë ikur sepse realisht nuk ka pasur mundësi tjetër. Dhe nevojat bazike nuk kanë qenë nevoja për intimitet apo për vetë aktualizim, ajo kryesorja, po kanë qenë nevojat për realisht për të ngrënë bukë, për të plotësuar nevojat bazike, të cilat pastaj duke u plotësuar gradualisht ne kalojmë në nevojat të tjera. Sigurisht to janë nevojat edhe që njerëzit tonë, sepse ka shumë arsye mbas largimeve, pra. Unë mund të them që po iki të studioj, po ndoshta unë po iki për të larguar nga ambienti në cilin jam, pra nga shoqëria që jam, dhe po iki për të kërkuar, pra për të plotësuar nevojën e intimitetit. Pra sigurisht që intimiteti nuk lihet vetëm me partnerët, po edhe me shoqërinë apo edhe me gjetjen e një ambienti të sigurt. Pyetja fundit e harrova. Do ma kujtosh, lutem. Thjesht nga një thënie më kujtohet, aty që jep po, jepi fajin, fajin, okay, po. jep pushtet. Ne japim shpesh fajin të tjerëve pse s'na pranojnë, ndoshta kemi edhe në një pjesë të Më shumë se sa, po, shumë interesante kjo shpreha, nuk e kisha dëgjuar. Ne në psikologji, ne në terapistët fajin e pëlqejmë deri në një farë pike, dhe pastaj faji mund të bëhet toksik, sepse vërtet që nëse unë e mbaj fajin për sipër, atëherë unë them që okay, është në dorën time, po në fakt nuk është gjithmonë kështu. Pra, në vend të fajit, unë do zëvendësoja fajin me përgjegjësinë. Pra, jo faji pse s'po më pranojnë, po kam dhe unë përgjegjësinë time pse nuk më kanë pranuar apo pse nuk jam integruar në shoqëri. Nuk e di sa kuptim bën për ty si gjë. Shumë faleminderit. Faleminderit për ndërhyrjen, shumë faleminderit për komentin tënd. Sara kishte, në pas Sara ndoshta ishte dikush tjetër. Okej, Teuta, faleminderit për pjesëmarrjen. Mungojnë gjithashtu modelet për post-relevim mos eksplorimit të emocioneve, stigma jo të nderit burra mjaftueshëm. Po, ishte ndërhyrje për atë që the ti, Vullnet, për pjesën e diferencave gjinore në këtë aspekt. Ka shumë dinamika, është temë shumë e gjëra, ajo pse nuk marrin pjesë, edhe mirë do ishte që të kishte më shumë pjesëmarrje të tilla, sepse nga eksperienca ime, pjesëmarrja në aktivitete të tilla, pavarësisht çfarë mund të marrim ne në aspektin intelektual, pra toolsat që mund të marrim na bëjnë më shumë mirë në aspektin emocional, se na bëjnë të ndihemi që okay, nuk jam vetëm. Dhe ka ca njerëz tjerë që këto budalliqet që ndjej unë, i ndjejnë dhe ata. Dhe ndoshta nuk janë aq budalliqe, po janë shumë të rëndësishme, se fakti që ti ke vajtur edhe ke studiuar, pra ti ke një karrierë të suksesshme, po supozoj, njerëzit mendojnë që duke qenë se ke një karrierë të suksesshme, e ke çdo gjë në rregull. To nuk ka asnjë hall tjetër dhe s'ke pse qahesh, por kjo nuk është e vërtetë. Çdo eksperiencë është e vlefshme dhe çdo eksperiencë është e rëndësishme dhe ja vlen të diskutohet në çdo rast. Mirë. Me kohën kaluam, Jona? Edhe era? Nëse ka tjetër? Po, Bora, faleminderit shumë. Atëherë nuk po di, a keni dikush edhe ndonjë pyetje ose më shtu diçka për përfundim? Faleminderit edhe prej juve, Ana. Atëherë, me të vërtet ju falenderoj. Tina kishte diçka ngriti dorën pas?
Po desha veç të shtoja nëse do kemi edhe ndonjë webinar si kjo e sotme, ndonjë tjetër. Po, patjetër me shumë kënaqësi. Do ta diskutojmë me Erën nga Gërmin, do marrim gjithë feedbackun që përcollet ju sot edhe do mundohemi që të krijojmë webinare të tjera në të ardhmen rreth çështjeve të shëndetit mendor, të diasporës, gjeneratave të ndryshme, që ta bëjmë edhe kontentin që sjellim për ju sa më relevant dhe sa më të vlefshëm. Dhe ndërkohë, nëse keni sugjerime të tjera, mund të na kontaktoni ose ne në Bliss te info@bliss.al ose Germin, besoj keni kontaktet. Edhe jemi të hapur për çfarë do lloj sugjerimi ose bashkëpunimi nëse doni të përfshiheni në ndonjë nga iniciativat tona, jeni më së mirëpritur dhe jam shumë e lumtur që këtu kishe pjesë, kishe antar nga komunitete të ndryshme dhe pse jo të bashkojmë forcat për të ndihmuar njëri tjetrin. Po, e vërtet, ndoshta me shtu te jona, kjo ka qenë një ndër iniciativat e para si temë në aspektin e shëndetit mendor, por jo e fundit. Sa po jemi shumë krenare dhe jemi shumë të gëzuar që po mujna me fillu disa tema që nuk është që i folim shumë, sidomos në aspektin me publikun, ndoshta mujna me i fol me një familjar që shpo njeme e krejt, po nuk i flasim shumë edhe me personat e jashtë, me personat që nuk na njohin edhe që na bojnë me uni ma mirë. Shumë shpejt po besoj që me Blissin kemi me organizu edhe tema tjera, që kanë me qenë interesante dhe relevante për juve, njëkohësisht na vetë se presim sugjerime, Jona vetë se të regaj emailën e Bliss, njëkohësisht mundin edhe të Germen, info@germen.org, ose emailën tame vetë se keni tashmë, se keni pranu edhe ftesën edhe rikujtimin prej meje. Ndjehuni të lirë me më shkru edhe mu, po besoj që edhe Jonës kur do, jemi shumë të qasshëm, edhe për çdo detaj tjetër vetë se ndëgjohemi shumë shpejt, po besoj këto vetë se e pranon edhe prezantimin nga ona jonë ndërmjet emailit. Atëherë faleminderit shumë krejve që e keni nda kohën e ju me pas një bisedë shumë të lezetshme bashkë dhe njëkohësisht shumë të rëndësishme. Edhe po shpresoj që shumë shpejt kemi mu taku prap, qoftë në mënyrë virtuale, qoftë në mënyrë fizike, për mu konë shumë kënaqësi me ju njoft krejt juve edhe me pas një bisedë së bashku. Shumë faleminderit edhe nga ana e Bliss, edhe Era dhe Germin, shumë faleminderit sërish për mundësitë që na dhat për të folur mbi këtë çështje dhe jam shumë e lumtur që ky është hapi i parë dhe do ketë hapa të tjerë gjatë rrugës. Edhe Faleminderit gjitha. uroj që të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme. Faleminderit. Faleminderit shumë. Gjithë mirat edhe suksese kudo që t'jeni. Faleminderit. Pafshim. Pafshim.